Miq të Piskut, ju përshëndesim, jemi në qytetin e Lushnjës. Kemi një panajër, jo të librit, por të agrikulturës. Jemi në ditën e fundit dhe siç e shihni kemi një bum të njerëzve që po vijnë për të marrë pjesë te ky panajër. Marr pjesë te panajëri, si u duk panajëri? Unë tani po vi. Mirë, Si duket? shumë mirë. Ju jep emocione, jeni Po patjetër, gjë e bukur është shumë. Çfarë të emocionon më shumë kur vini këtu për shembull? Po mallat më pëlqyen gjëra, mallat qetësore, gjëra këtu. Shumë mirë është. E shihni pozitive kur ka kështu panajërsh? Apo vini që Patjetër. shkaloni kohën? shihni? Jo, po pozitive është. Ka pasur në kohën tuaj kështu panajëre, gjëra të tilla? Për kur? Në kohën tuaj? Kohë ime, kohën e verit. Jo, s'bet fjalë fare. Jo. Ka qenë që Shqipëria një panajër, Po ë? një pani. Po sot si ka mundësi se sot jemi përmirësuar me gjithë pjesën e marketingut, panajëreve, mjeteve, teknologjisë, gjitha Është kushtet. është privat. Po, jam përmirësuar për ndoshta cilësinë ose atë produktin që ne marrim në fund fare. A është më i mirë apo është Më i mirë është. më i mirë, ë? Më i mirë. Kohën e verës ka pas kaq cilësi. Jo, ka pa dhe atëre ka pa qësi. Ka pa, po ka qenë pak. Ka pas pak. Pak. Kurse Nuk sot ka ke mirë. mundësi zgjedhje, konkurenca e ka përmirësuar, ë? Po, E konkurenca. marrim qumshin për shembull, mëna javës mund të Po, shtrohesh në spital, po, për shembull po, kur merr këtë qumshi që përdorim ne sot. E, Marrim domaten për shembull, marrim me hormonë, më para se normale, ata. jo s'ka qenë Kjo, bio. këto janë gjëra që janë shumë pozitive për jetën tonë. Është vetë Ka ndryshuar dhe mesatarja Po, e njerëzve që humbin jetën. Ashtu, Më se para sa. ka qenë 80 vjeç, 90 vjeç që ndronin jetën njerëzit, Po, sot po, po. vdesin 50 vjeç, E sakt. 45 vjeç. E saktë është. Mishin për shembull sot e kemi mish me hormone, është pozitive kjo, do të më pa. E saktë është. E Për saktë. shembull kastravecin, kemi pani kastravec 2 metra. Jo, ai ka sa vetë kaq Ka bëj. qenë ai. Po. E, Sot për shembull me ja, rritësh- kastravec nuk ka nevojë. Me hormonë dhe ushqime, i heqen shumë. Kjo është pozitive, sikur që kemi ardhur kësaj dite që ne kemi panajër njerëz që bëjnë garë me njëri tjetrin, Po, si ta po, bëjnë saktë. kastravecin më të madh. Po, saktë është. Shumë e saktë. Sot a ka gjëra bio mendoni ju? Shumë pak. Shumë pak. Se nuk din ta bëjnë apo nuk duan ta? Jo, nuk duan ta bëjnë. Nuk duan, Nuk duan, shikohet fitimi, nuk shikohet cilësia më. Gjithmonë fshatare ka synimin, Edhe fshatare e bën këtë gjë? ai është i pari. Bio fshati. Po ato na fshati po vinë gjëra gjitha fshatit janë. Po ai shikon sasi nuk shikon cilësinë. Ju i shihni gjërat kur shkoni vetë për blerë, në familje, Po për kësi, familjen tuaj. po nuk e një, shikojnë, po nuk e njohin. Nuk e njeh. Nuk e dallon Nuk e dot. dallon Pa, dot. që kot, sa thosh kot që është kështu, është ashtu. Përshëndetje. Si jeni? Jemi mirë si ju dhe ne. Komplimente për këtë panajër, kaq me vlera. Faleminderit. Është dita e fundit. Po, është ditë e Si ka fundit. qenë këto ditët? Për mua ka shumë qenë mirë, domethënë e kemi promovuar ato që kemi prodhuar dhe i kemi gjetur çik eksperjenca më të reja. Ja, për shembull kjo zonja që është nga një shkollë më thotë, "Da po çik kështu." Kemi ndarë përvoja shumë gjë e bukur. Keni ndarë përvoja. Ju jeni nga Bashkia Roskovec, Roskoveci, çfarë sillni, çfarë produktesh? Atëherë ne më tepër kemi sjellur produktet artizane, që i kemi si pjesë të parë kemi vajin e ullirit, që jemi tonën, që jemi edhe fermer, po prodhojmë edhe ato produkte artizane. A kanë shfaqur interes njerëz, ka pasur njerëz në këtë panajër, kanë ardhur? Kanë ardhur, po më tepër për të parë, se panajiri për të parë, s'është për të blerë. Më kupton të për po kanë. Njerëz ka pasur që vinë në panajër, Po, ka interes. Po, ka interes. I sa ti vitesh që merrni pjesë? E dyta vjetë jam e kënaqur. Je kënaqur. Po. Pra reflekton në punën tuaj panajiri? E normale që po këtu po vande, se ne jemi si zonë e thellë Roskoveci, sado kemi marrë disa porosira kur t'i bëjmë tani, se na kanë për porosira, njerëzit kanë ardhur, na kanë marrë numër se duke ardhur jo Instagrami ajo si thonë inteligjenca e përpara. Ju flisni vetë me inteligjencën, komunikoni me inteligjencën? E normale, që nuk komunikoj, ti mu mos komunikoj me inteligjencë. Unë. Mos komunikojmë. Flisni çdo ditë apo e Jo, keni gjithmonë kështu ra. E ndihmon teknologjia këtë punën tuaj? Po, e ndihmon, po s'jam të rinia një herë zero. Si njerëz? Që nuk e ka S'ka qef punën? po punë, bravo. Nuk e pëlqen një? Jo artizanin hiç fare, zero.
Po si, po nga vetë shteti, nga shteti shqiptar, a ka mbështetje si nga bashkia Nga neve po, ne na kanë ndihmuar jashtë na kanë mas. ndihmuar, Jashtë mas, e biles bashkia na ka sjelltu neve. Bashkia. Po, se ne nuk e se do të thënë të vesh 600.000, 700.000 këtë nuk e bëjmë dot. Bashkia do të thënë ka promovuar për neve. Bashkia do të thënë edhe na mësoi, na bëri nëpërmjet kurseve, na specializoi, po bëj 4 vite na ka specializuar. Shampo, kremra, në këto sapunet. Edhe jeni artizane, artizane. Keni trashëguar apo keni mësuar? Edhe kam trashëguar, po edhe kam mësuar. Po në sapunet këtu kam mësuar, kurse qëndrimet këtu i kam trashëguara. Po hasnin vështirësitë e brezi i ri që nuk e kanë qejf të. Nuk e kam. Nuk e kanë qejf. Jo, fare. Po si e lidhni pse? Çfarë ka ndikuar për keq? Çfarë të themu çka ka ndikuar? Po rehatia. Rehatia. Rehatia? Se unë jam mësuese, se kam stendën atje, unë mendoj që duhet të edukohet që në shkollë. Po të vinë të stenda jonë, nuk kam fëmijë nxënës prezente dhe kanë shumë interes fëmijët. Duhen që në vogli. Që në Si që shkollë. punim neve ekonomisht pjakin, ato nuk dini kemi një gjirë për nuk dina një gjë. E po, është hequr nga programet shkollore, prandaj. Më fali, ti mësuesi që bëj IVA atë punimën e mirë. Edhe ju keni dalë më tepër ndihmoni nxënës aty, po kam gabim unë. Është me interes. Që tani kjo është Me interesin e fëmijës, ti është i sëmurë. Po mos ishi një fëmijë i sëmurë nuk do të futesh fare. Po se ne kemi nga halli, do të thënë kemi që duhet të unë di keni një fëmijë për të ndihmuar, nuk e di për çfarë keni, apo jo, e kam gabim më mos të ne plas. jemi projekt Art Deze në shkolla. Arteze. Atëherë duhet të hyj ekonomia shtëpiake në E kam shkollë. bravo. Si që kishim neve, mësuemi gjilpër, mësonim bizën, shtizën, të gjitha. U zgjidh, Me zgjidhëm. Kjo do vi përmirësimi, debati, diskutimi është gjithmonë i frytshëm. Kur ka plotësojmë njëri tjetrin. Si unë jam Roskovec, jemi Roskovec, lartë. po. Ju jeni mësuese, ë? Se kemi stenda Kemi stenda atje. për të parë pak Erdhi këtu. për kate se jemi shokë. Ju e vlerësoni panairin si është jeni, është pozitive, Pozitiv sigurisht, neve kemi punime që i bëjmë në shkollë dhe është mënyrë për të promovuar dhe çfarë ne bëjmë. nxënësit e shfaqin Nxënësit, po, ja i kam atje nxënësit. I kam nxënësit. Shkojmë apo në moshë vogël. Po, janë klasë 6, 9 vjeçar jemi ne, arsimi 9 vjeçar. E kuptoj. Po nuk po shoh shumë njerëz, nuk po shoh shumë njerëz që të ketë, ë? Tani u larguan, tek unë ishi plot ishte, u larguan. Dikos, ka pas lëvizje. Vini ikin, nuk është. Kryesisht ka më shumë darkë. Po këtu deri në 6, jo më pjesa e paraditës ka qenë më shumë. Vjen edhe për muzikë Po, ndoshta, kemi vjen edhe për mësuar. muzikë. Jo, jo. Me thënë ajo shplodhje Ai trurit. grepi, Shplodhje trurit, ore, muzika shplodhje trurit, nuk është ashtu qendrimi të rurit. Jo, nuk është për shplodhje qendrim, pa si e merr ti ose e marr unë. Jo, prandaj kjo është ajo e bukur e botë. Ti e merr ndryshe, Unë e marr ndryshe, po ti ishim 100 të rinj lloj ishim robotëre, burridheu. Inteligjencë artificiale, ti thua çdo ditë mëngjes e thot mi mbrëmë, apo jo më Jo, nuk më ka thënë mi mbrëmasi, unë mi mjes, ciao, buongiorno, buonasera, bravo, grazie. Duke që ke edhe pak tekstit e lart. Zonja ju përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit e juve. Ju komplimentoj për energjinë dhe për këtë frymën që mundonit na trashëgoni normal. Bravo. Fjala më me vën. Shumë faleminderit e juve. Punim të mbar. Ja ikni me vajzën tek Po, punimet. shkojmë edhe punimet. Kjo puna këtu, sa kohë merr? Unë që do, po, të më shpejt, e kam bërë unë vetë, e kam bërë nxënës si do, pse këto më shumë fokusohen te këto bryzylykot i kanë më shumë qef. Kam një nxënëse që punon këto, për momentin nuk e kam atë nxënëse mëso, se E kuptoj. ka punuar këto dyqan, Po, shumë e bukur, shumë bukur, është shumë punime të bukura që këto janë pjesë e traditës kulturës tonë shqiptare, po. Edhe ndoshta edhe ndërthurura pak edhe me për shembull kemi qenë për vetë ne këtë këto fundet, fundit. Ato tjera na ka dhënë pjesën lartë, na i kanë dhënë ato të Ministrisë së Arsimit. Po. Ja, është gjë e bukur. Kemi Po, teknologjia ka ndikuar përdorimi i telefonit, janë më të përqendruar sot nxënësit tek ne për shembull përdorim për ide. Po, modele të bryzylykit ne nuk dinim të thurnim ton fillim. Nuk dinim të thurnim. Kemi ndjekur video në YouTube. Me video, po, tutoriale. Po, dhe kemi edhe aty kemi parë që kanë goxha kërkesa te kjo pjesë. Po këto nesër mund të kthehen në një formë edhe biznesi që ndoshta sot e shohin si argëtim, po nesër mund të vajza që këtu ne mund të shesim, mund ta krijojnë. Po, është vërtet. Bravo, bravo, kjo është shumë gjë pozitive që edhe tradita, kultura jonë të trashëgohet, të risillet edhe në këtë kohën ku jemi sot me këtë luftën e themi midis teknologjisë dhe përdorimit të telefonit, por ta kthejmë si mjet të domosdoshëm për të shkuar më përtej. Për të parë ndryshe. Po, gjë e mirë. Falenderoj shumë. Komplimente.
Por si ka mundësi kush është kjo është Vaçezela apo jo? Vaçezela. Vaçezela, si ka mundësi po zhvillohet gjithë ky panajiri? Dhe Vaçezela kanë lënë jashtë, ata kanë vendosur të muzikën Jo, me bokse. Ndërkohë që është Vaçezela, një artiste mirënjohur shqiptare, që ne ju jeni rritur edhe ne. Po, patjetër, po, respektojmë. Por sot nuk dëgjojmë këngët e saj që ndërkohë që kemi gjithë këtë bustin e saj këtu, por kemi boksin që na hapi muzikë. Kanë huaja. Dhe kanë lënë jashtë, unë shoh jashtë e saj, nuk duket fare. Po këto 2-3 ditë është Vetëm e pa nga mbrapa unë se njoh dot. Provizore është. Është Vaçe. Është provizore është. Provizore. Ja, marron sot. Ne këtë gjë na e bëjnë edhe në Tiranë, edhe Skënderbeu na izolojnë herë pas here. Po. Ka. Përshëndes, jeni mirë. YouTube theti, ë? Po, kanali Pisk. Kanali Pisk. Pisk. Si është puna? Puna Pisk. Apo? Pisk. Rregull, ja dash këtu.